Të dashur vëllezër, një pjesë e konsiderueshme prej juve punoni ndërtimtari. Dhe ai i cili merret me ndërtimtari, pra një ndërtim për dal i bukur, konstrukti i tij për dal mirë, nevojitet motjet me u bo shumë mirë. Pra, i bëni matjet me precizitet shumë të madh, me qëllim që të mos ketë gabime pastaj në ndërtimin e objektit. Mirë po, të dashur vëllezër, a keni menduar ndonjëherë se edhe fjalë që i flasim, edhe sjelljet tona duhet me i mat ata fillimisht para se me e fol fjalën, apo para se me e bo një veprim, i cili veprim nëse është i pamatur, ndoshta do të bën dëm shumë. Vëllezër besimtar, sot një prej smundjeve më të rrezikshme që shpesh nuk ka shërim është smundja e kancerit. Dhe shpesh kjo lloj smundje din me funksionun heshtje. Pra njeriu e zbulon ndoshta në fazën e fundit, pasi që veç se ka bo domin. Andaj të dashur vëllezër besimtar, smundja sot që ne përballemi me të, e që në heshtje ajo shkatërron marrëdhëniet e njëri tjetrit, janë padyshim pra fjalët të cilët nuk i masim dhe i themi për njëri tjetrin, përgojojmë apo shpifim për njëri tjetrin. Kjo është smundja dhe më e rrezikshme se sa smundja që e cituam, sepse të dashur vëllezër besimtar, të flasësh për nderin e dikujt, të shpifësh për dikë, atëherë me të vërtetë të ke bu një dëm shumë më të madh se sa kjo smundje që e theksuam, sepse për këtë smundje ndoshta mundet të me u bo qarja, ndërsa për këtë tjetrën, nëse nuk jemi të kujdesshëm, atëherë kemi bo dëm shumë të madh. Feja na mëson që ne jo të flasim për njëri tjetrin, mirë po feja na mëson që të flasim me njëri tjetrin. Nëse shohim një tmerr tek tjetri, nëse shohim një gabim tek tjetri, gabimi më i madh është kur mundohemi që atë tmerr mi aplasim fytyrën nërsi njerëzve. Pra në këtë rast kemi shkatru dhe nuk kemi shëru. Mirë po feja na mëson që me nda anash edhe me e këshillu. Mja tregu tmerrën që ndoshta ai me sytë e tij nuk e ka pa që është duke bo gabim. Udhëheqësi i besimtarve, Omeri radiallahu anhu, imagjinoni këtë burr të fortë dhe të fuqishëm, para të cilit dridheshin perandorit më të mëdha të asaj kohe, e tha një fjalë madhështore. Imagjinoni këtë burr të fuqishëm ta thot këtë fjalë. Tha, Allahu e mëshiroft atë njeri që më këshillon për tmetat e mia. Pra nuk tha që ma plas tmetën fytyrë, mirë po tha që më këshillon, dhe këshilla dihet që jepet jo në publik, mirë po jepet në vetmi. Andaj vëllezër besimtar, ne jetojmë në një shoqëri dhe mes njerëzve që ndoshta kur nuk e kanë hapur Kur'anin për të pa mesazhin e këtij Kur'anit, për cilin mesazh folëm në ligjëratën para ezanit të xumas. Mirë po ata Kur'anin që e shohin tek ne, tek sjellja jonë, si është sjellja jonë me njëri tjetrin, si sillemi ne në punë, si sillemi ne në tregti, si sillemi ne pra në familjet tona e kështu me radhë. Andaj nuk mundet që ne me i ftu të tjerët në këtë fe të bukur, nëse ata nuk shohin tek ne durimin që e bojmë ndaj njëri tjetrit, ndihmesën që ja bojmë njëri tjetrit. Andaj përpara se të flasim bukur gjuhën gjermane me ta, ne të dashur vëllezër besimtar, duhet flasim rrjedhshëm gjuhën e moralit, gjuhën e buzëqeshjes,
gjuhën e mbulimit metave të njëri tjetrit. Pra kjo është ajka e fesë sonë. Çfarë feje pas kanë këta burra, atëherë do të thonë këta njerëz, të cilët nuk janë të fesë tonë, kur të shohin sjelljet tona. Çfarë zemrat pas tërta, pas kanë këta njerëz, të cilët nuk dikan me dëmtu njëri tjetrin. Kjo të dashur vëllezër besimtar është Kur'ani praktik që ne ja u prezantojmë tjerëve. Andaj dijeni që ne jemi modeli më i mirë edhe për fëmijët e tanë. Nëse në ambientet familjare tona, fëmijët tanë dëgjojnë vetëm se si ti mirësh duke përgoju tjetrin, duke folë për tjetrin, për gabimet e tjetrit, atëherë dije se me atë mendësi edhe fëmija yt ka me urrit. Andaj ne duhet jemi modeli më i mirë për ta, që ata praktikisht shohin tek sjelljet tona, tek veprimet tona, modelin më të mirë të besimtarit, të muslimanit. E përmbylli me fjalën më të mirë, me udhëzuesin më të mirë të zemrave, fjalën e Muhammed Mustafas, që tha me një hadith, tha, kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, ose le të fol mirë, ose le të hesht. Ta përdorim këtë gjuhën tonë që me ndërtu ura mes njëri tjetrit dhe jo me përdor në atë formë që me ngritë mure për njëri tjetrin. Pra t'jemi tillë që e këshillojmë njëri tjetrin, e ja mbulojmë tmetat dhe kur është momenti e këshillojmë vetmi, jemi tillë që nuk flasim për nderin e njëri tjetrit, nuk flasim për njëri tjetrin mirë, po gjithmonë do të flasim me njëri tjetrin, duke e këshillu dhe duke u mundu që mendimet tona, fjalët tona, sjelljet tona t'jenë shembulli praktik më i mirë për secilin njeri që i sheh veprimet edhe fjalët tona.